Mirëmbrëma dhe një përshëndetje për zemër për të gjithë ju që jeni të pranishëm sot këtu. Një falënderim për avenirin, për ekspozen që bëri në emër departamentit, Klevisin për ndërhyrjen që bëri. Sot ne debatojmë së bashku problemin më themelor, më të rëndësishëm, që është problemi i sigurisë. Në një shtet, në një vend, në një shoqëri, asgjë nuk ka më të rëndësishëm se sa siguria e qytetarit. Siguria e jetës, siguria e pronës, siguria e veprimtarisë të tij. Dhe në rast se shohim qytetarin shqiptar në raport me sigurinë e jetës, me sigurinë e pronës, me sigurinë e veprimtarisë të tij, me sigurinë e dhënave të tij personale, me sigurinë e ushqimeve që han, e ilaçeve që merr, unë mund të them ju i sigurt se pas Haitit nuk ka qytetar më të pasigurt në botë se qytetari shqiptar. Pas Haitit. Por qytetari shqiptar për të garantuar sigurinë e tij largohet nga vendi më i pasigurt në Europë, që është Shqipëria. Dhe kudo që shkon në një vend më të sigurt. Shkon në një vend më të sigurt. Kudo që shkon. Sot, me dhjetra studios, analist, por dhe hetues ndërkombëtar, prokuror, kanë cilësuar dhe vlerësuar Shqipërinë si narkoshteti i parë dhe i vetëm në Europë. Si narkoshteti i parë dhe i vetëm në Europë. Çka do të thotë? Shteti është i kapur tërësisht është në këthetrat e mafjes, në mafjes e drogës në parë. Pse mafja drogës? Është mafja miliardierëve. Ajo është mafja e miliardave. Ajo nuk i ka për gjë milionët. Po pse Shqipëria? Pikrisht. Cili do nga ju të marrë një të dha, është i lutur. Të çekoj vetëm zhvlerësimin e euros dhe dollarit. Në qoftë se ju bëni studioni zhvlerësimin e euros dhe dollarit në rajon, në Europë dhe në botë, do gjeni një shtet kampion botëror, i pakrahasueshëm me asnjë shtet tjetër. Dhe ky është dheu ynë i dashur, Shqipëria. Në të cilën në 10 vite euro është vlerësuar me 32%. Dhe shteti i dytë me zhvlerësim më të madh të euros është Meksika me 17%. Meksika e karteleve më të fuqishme botërore të drogës. 17% e kanë rrëzuar pezon, dollar dhe euro të drogës.
kurse këtu, pesoja e ka rëzuar dollar dhe eurot e drogës, kurse këtu leku ka përmbys euron dhe dollarin në mënyrën më të pamëshirë, me pasoja katastrofale për ekonomi. Me një falimentim masiv të eksporteve, cili do që ka njohurit më elementare, e din që eksportusit ka një marzh të kufizuar fitimi. Dhe vetëm rënja e euros me 30% ka fshit çdo fitim të tyre dhe i ka detyruar të mbyllin sipërmarrjet. Dhe 10 mijëra, 100 mijërash punojës shqiptar janë larguar në vende të tjera se kanë humbur vendin e punës nga narko-eurot. Propaganda më e fuqishme bëhet sot. Teleturizmat e këto televizionet e qeverisë fillojnë tani dhe gjerë në tetor ditë e natë vetëm turizmi. Plazhet bosh edhe në 1 gusht, edhe në 15 korrik, dhe në 15 gusht, plazhet e Shqipërisë janë gjysmë bosh. Janë gjysmë bosh sepse euro e rënë për dhe. Ajo që kushton të më parë 100 tani kushton 130 euro për turizmi. Për ashtu do të miru pafshim. Të shpenzojnë 30 euro me shumë për një dhomë, jo. Po shkoj gjej diku tjetër. Një shkallë ekstreme, nofta si që është godit në zemër ekonomia nga narko-eurot dhe narko-dollarët, është goditur e tërë infrastruktura e shtetit. Nuk ka kriminalizim më të madh në Europë dhe në botë me kriminalizimin që ka hapësuar administrata shtetërore e narkoshtetit të Shqipërisë. Pse gjithë kjo? Sepse në qoftë se i marrim në analizë, Shqipëria eksportuesi numër 1 kanabisit në Europë. E ka OKB-ja, e thot OKB-ja. Me çfarë lidhet kjo? Me një emër. Lidhet me Edi Ramen, i cili në mbledhjet të Këshillit të Ministrave e paraqiti atë si një politikë zyrtare mbledhjen e kanabisit. Me motivin se droga është para. Është para. Çfarë ndodhi me tutje? U kalue nga kanabis tek kokaina. Sot, klanet shqiptare të kokainës, kartelet shqiptare, janë absolutisht ndër më të fuqishmet në botë. Janë transportuesit numër 1 të kokainës nga Amerika Latine në Europë dhe po shkojnë drejt Afrikës dhe kontinenteve tjera. 3 ditë më parë, mediat shqiptare njoftuan se i famshmi Giuseppe Grillo i thoshte Bartolo Bruxetit
se na shkatruan shqiptarët. Dy bosh kryesor, njeri i veriut, tjetri i jugut i Italisë, në telefon për kokainën dhe i thoshte Grillo, i thoshte na shkatruan shqiptarët. Si shkatruan shqiptarët? Ja u them unë. Shqiptarët shkuan si manar të ndragetës në Amerikën Latine dhe atje prishen pazaret. Në qoftë se ndrageta i paguante me 30%, këta filluan me 50-50 me prodhuesit. Dhe në këtë mënyrë këta shtin në dorë sasit më të mëdha të kanabisit. Prandaj thot Grillo, na shkatruan shqiptarët. Por nuk mjaftojnë këto që të bëheshin kaq të fuqishme kartelet e drogës. Jo. Kartelet e drogës kanë Shqipërinë në plan të dorës. Porti i Durrësit dhe çdo port i Shqipërisë dominohet totalisht nga kartelet e drogës. Ka dhëna që kërkojnë hetim, që flasin se karteli Troplini i paguan taks Edi Rams 300 milion euro në vit për përdorimin free të portit Durrësit, ku prej 5 vitesh nuk është kap në 1 kilogram kokainë. Jo, nuk kapet, forbidden. Port i lirë për kokainën dhe drogën. Është kjo jo, është vetëm kjo. Ergys Agasi dhe Ermal Beqiri që bën shkarkim në gjitha dhënave të Timsit komplet dhe që i eksportuan, thonin jo, nuk i eksportuan në Qipro po mundet, po i eksportuan në Durrës, në Shkozet. Dhe tani, cili do që hynë dhe del, klani Troplin, qoftë vendas qoftë i huaj, e ka totalisht në kontrol. Dhe kjo lidhet me Edi Ramën. Kjo lidhet me Edi Ramën. Kjo ishte politike dhe është politik. Haptas nuk e fshehaj këte. Çfarë është Roko? Adelaida Roko. Motra e 2 lejtnantëve kryesor të Suelçels, e cila paraqet çdo projekt ndërtimi në Shqipëri të larjes parave merr firmën e Edi Rams. Pra të çojnë tek fiet, janë të gjitha tek Edi Rama. Rikthehemi pak. Sa po erdhin pushtet, në një kohë kur absolutisht dje në vitin 2013 sasia më e madhe e kokainës e sekuestruar në Itali, që ka kaluar nga Shqipëria, ka qenë 12.6 kg. Kaq ka qenë. Sa po erdhin pushtet, u instaluar këtu fabrika më e madhe e kokainës me alkimistët kolumbian e tëra në patronazhin e Olsi Rams, Edi Rams, në menaxhim të hakmarrjes për drejtësi. Pra narkoshteti ka një arkitekt, dhe ky është Edi Rama. Por çfarë ndodh? Ky vend për fat keq e shndruar në plaçkicin më të keq të qytetarëve europian, me një zinxhir të pafund call centrash, absolutisht në patronimin dhe mburojnë totale
të komisariateve të policisë, komisarët paguan nga 5.000 deri 10.000 euro në muaj. Nën kryesinë e Olsi Ramës. Po. Armand Josifi, i cili u diktua si eksponent kryesor i grupit Milton, që kishte grabitur, plaçkitur qytetarët europian mbi 2 miliard euro, ishte një lejtant i Olsi Ramës. Dhe sot janë me qindra call centra që ditën natë mashtrojnë dhe vjedhin qytetarët italian, gjerman, francez, austriak, me radhë, të gjithë me radhë. Bitcoin e ka familja Rama. Mos harroni kur një deklarat të Ardian Çelës në parlament. Çfarë tha? Energjin, ku qendra energjisë në Shqipëri janë dy. Shtëpit e barit dhe shtëpit e bitcoinit. Shtëpit e bitcoinit janë ekskluzivitet patronash i Olsi Ramës. Po, e bëja deklarataj. Ate e bën copa pas e bën deklaratën, po atë deklaratë a e bëri. Bëri një deklaratë shumë guximshme. Këto janë se vendi s'kishte energji, ku qendrat e energjisë janë shtëpitë e barit dhe shtëpitë e bitcoinit. Ndaj dhe kjo situatë dramatike. Situatë dramatike ku krimi vendos. Psikologjia e kriminalit është një psikologji, po bëhet një psikologji e lavdrueshme e dominuese. Sepse mbështetet nga pushteti. Çfarë janë të fortë? Ta dini një gjë. Kur një shoqëri qytetare të lirë nuk mund të amposhtin kur banditët, vetëm në një rrethan. Vetëm në një rrethan, kur ata kanë mbrapa shtetin. Kur ata kanë mbrapa shtetin, ata janë më mizorët e të gjithë mizorëve dhe qytetari thjesht terrorizohet prej tyre. Shtetin kishte mbrapa, ai që mori jetën, i fortis i partisë që mori jetën, dy engjëjve në Durrës. Shtetin kishte mbrapa ai që shkoi dhe vrau Recep Ismailin në shtëpinë e tij. Tek përmbronte nderin, besën dhe familjes tij. Dolin të fortit, dolin t'ja vrisin. Të fortit janë ata që shtypin njerëzit si pula i lanë dhe largohen, se kanë mbështetje. Të fortit janë ata që paguajnë gjykatëse, prokuror dhe dalin. Pra çfarë janë të fortit? Të fortit janë mercenarë të pushtetarëve, të cilët ndërmarrin çdo akt dhe mbrohen, dhe nuk marrin ndërshkimin e merituar. Pra, kjo është situata, një situatë ku krimi dhe mafja ka penetruar në nivelet më të larta të pushtetit.
ka penetruar në nivelet më të larta të gjitha pushteteve. Ju e morët vesh. Super skandalin e fundit. Me Diellën. E cila nuk ka qoftë dhe një element të vetëm të urtësisë artificiale. Qoftë dhe një element të vetëm. Nuk është gjetur, këtu do flasin specialistët se e ka. Pra shikoni ku jetoj. Një emergjencë e të gjitha emergjencave. Por, ju garantoj se Partia Demokratike ka një platformë për të dhënë një përgjigje me dorë të hekurt dhe zero tolerancë. Përparësie, çdo përparësie për ne do të jetë siguria e jetës, e pronës, e vërmëtarisë, e të dhanave të qytetarëve shqiptarë. Dhe ne, me programin ton, kam bindjen më të madhe se do rikthejmë Shqipërinë, do rikthejmë në Shqipëri shtetin ligjor. Do presim me gërshër e çelnikta të ligjit të gjitha lidhjet e krimit me pushtetin. Do godasim me forcën më të rreptë të ligjit krimin, cili do qoftë ai. Me një agjenci të veçantë do konfiskojmë, do hetojmë, do konfiskojmë të gjitha pasuritë e krimit. Do pastrojmë institucionet nga krimi. Një gjë duhet ta kemi të qartë, edhe sot pavarësisht nga shkallë shumë e lartë e inkriminimit, absolutisht në policinë e shtetit përsëri ka trima, guximtar, burra dhe gra që duhet të bëjnë ligjin. Dhe unë kam besim të plot se nëse do të çliroheshin nga banditët që i komandojnë, që ndrojnë njëri mas tjetri sepse u caktojnë, njerë caktojnë troplinët, herën tjetër e caktojnë çelajt, drejtorin e policisë, dhe që dekonspirojnë çdo operacion. Nicola Gratieri, një nga prokurorët më të famshëm të antimafisë italiane, do të thoshte se Shqipëria është më keq se narkoshtet, sepse nuk mund të punohet, të trajtohet, të shesi. I japin dhëna. 250 e sa mandate të pa arrestuar, asnjë bos nuk arrestuar, po su arrestuar jashtë, pos ne arrestuan policiet jashtë, Shqipëri harroje, ata kanë filluar të mos shkojnë më jashtë, kanë filluar të rinë në Shqipëri tani, dhe ju lutën që mos t'i lanë këtu të mos bojnë mandate se ata nuk largohen. Se jashtë i kapin, këtu si kap kush. Kjo është e vërteta. Po kjo do marrë fund. Zero tolerancë. Një vetim i plot i të gjitha institucionet të zbatimit ligjit. Policisë, shërbimit inteligjent, i cili edhe ai nuk qenon ma. Përkundrazi, segmentet tëra bashkëpunojnë me krimin dhe do rivendosim si prioritet absolut sigurin e jetës, veprimtarisë
të dhënave të qytetarëve shqiptar, të shoqërisë shqiptare, të qëndrojmë fuqishëm kundër terrorizmit. Do vendosim lidhjet më solide, më luajale me të gjitha agjensitë ndërkombëtare të Europës, Shteteve të Bashkuara dhe vendeve të tjera në goditjen përfundimtare dhe në rivendosjen përfundimtare të sigurisë dhe rendit në Shqipëri. Faleminderit. Faleminderit, zoti kryetar. Kemi disa të pranishëm të cilët kanë kërkuar të marrin fjalën dhe të japin kontributin e tyre në këtë tavolinë trumbullakët. Dua ta nis me një shqiptar amerikan I cili ka ardhur nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, është antar prurë I re e departamentit të Brain Game, François Mato. Lutem. Sistem, në gjën? Po. Okej. Nderuar zoti kryetar, të nderuar pjesëmarrës. Unë jam François Mato, antar I departamentit Brain Gain. Kam mbaruar studimet në Shtetet e Bashkuara dhe punoj në fushën e menaxhimit të ndërtimit në New York, duke qenë I angazhuar në projekte të mëdha infrastrukturore dhe zhvillimore. Përvoja ime personale më ka dhënë mundësi të punoj në një mjedis ku standardet, transparenca dhe rezultatet konkrete janë thelbësore. Pikërisht kjo eksperiencë më motivon të kontribuoj me njohurinë dhe përvojën time për çështjet që lidhen me zhvillimin, mirëqenien dhe të ardhmen e Shqipërisë. Sot dua të flas për një nga problemet më serioze që po dëmton ekonominë shqiptare dhe po rëndon jetën e qytetarëve tanë. Pastrimin e parave në sektorin e pasurive të paluajshme dhe në ndërtim. Gjatë viteve të fundit kemi parë një bum të jashtëzakonshëm ndërtimesh, sidomos në Tiranë dhe në zona turistike, ku kulla të reja ngrihen çdo ditë, projekte luksoze shtohen me ritme të shpejta dhe miliona metra katror ndërtohen çdo vit. Por pyetja që ushtrojnë shqiptarët është shumë e thjeshtë. Nga vijnë të gjitha këto para? Sepse realiteti është ky. Ndërsa ndërtohet gjithnjë më shumë apartamente, qytetarët shqiptarë kanë gjithnjë më të vështirë të blejnë një shtëpi. Çmimet janë rritur në nivele të papërballueshme për familjet e zakonshme. Të rinjt nuk arrin të sigurojnë një strehim, ndërsa shumë apartamente mbeten bosh dhe përdoren vetëm si instrumente financiare. Ky është paradoksi I Shqipërisë sot. Në njëra anë kemi një mbingopje me ndërtime, nga ana tjetër kemi mungesë strehimi për qytetarët. Kjo nuk është ekonomi normale tregu, kjo është pasojë e deformimit të tregut nga aparati informale dhe nga mungesa e kontrollit shtetëror. Sipas të dhënave dhe analizave të institucioneve kombëtare dhe ndërkombëtare, Shqipëria ka pasur për vite me radhë probleme serioze në luftën kundër pastrimit të parave dhe organizata të rëndësishme ndërkombëtare kanë evidentuar dobësi në kontrollin financiar dhe në monitorimin e sektorit të ndërtimit. Gjatë analizës së këtij fenomeni, janë përdorur të dhëna nga institucione si Banka e Shqipërisë, Instat, Agjencia e Inteligjencës Financiare dhe FATF. Janë zhvilluar gjithashtu biseda me profesionistë të tregut, agent imobiliar, noter dhe ekspert financiar. Të gjitha këto tregojnë se ekziston një shqetësim real për mënyrën se si fondet e dyshimta deportojnë ekonominë shqiptare. Mekanizmat janë të ndryshme. Në shumë raste përdoren kompani me burime financiare të paqarta, përdoren pagesa të mëdha cash, transferta të dyshimta dhe forma të tjera që e bëjnë të vështirë gjurmimin e origjinës së parave. Në disa raste kemi dhe kompani që nuk justifikojnë nivelin e investimeve që realizojnë. Dhe kush e paguan kostën e kësaj situate? E paguajnë qytetarët shqiptar, e paguajnë familjet e reja, e paguajnë bizneset e ndeshme, e paguajnë ekonomia e vendit. Sepse kur paratë e paligjshme futen në treg, konkurrenca bëhet e padrejtë. Çmimet rriten artificialisht, korrupsioni forcohet, besimi tek shteti dobësohet dhe në fund humb qytetari I zakonshëm që punon me ndeshmëri. Si opozit, ne kemi detyrimin moral dhe politik të ngrem zërin për këtë problem. Shqipëria nuk mund të ndërtojë të ardhmë mbi ekonomi informale dhe mbi mungesë transparence. Ne kemi nevojë për institucione të forta,
për kontroll real financiar dhe pushtet ligjor funksional. Ne kërkojmë rritje të transparencës në transaksionet e pasurive të paluajshme, kufizim të pagesave cash në sektorin e ndërtimit, kontroll më të fortë mbi burimin e fondeve, monitorim më rigoroz të kompanive të ndërtimit, bashkëpunim më të madh mes institucioneve financiare dhe organeve legjislatuse. Ky nuk është thjesht një debat politik, ky është një debat që për ekonominë e vendit, për të ardhmen e të rinjve dhe për mundësinë që qytetarët shqiptar të jetojnë me dinjitet në vendin e tyre. Shqipëria ka nevojë për një zhvillim të vërtet, jo për një ekonomi që favorizon pakicet dhe lë pas shumicën e qytetarëve. Ka ardhur koha për më shumë përgjegjësi, më shumë transparencë dhe më shumë drejtësi ekonomike. Faleminderit. Faleminderit François, dhe tani duhet t'ja kaloj fjalën një ekspert të njohur në fushën e sigurisë kibernetike, zonjush Denis Akel. Dëgjojmë? Po. Mirë mbrëma doktor, mirë mbrëma të gjithë të pranishmëve. Unë jam Denis Akele, jam pedagoge në Fakultetin e Teknologjisë Informacionit dhe do dëshiroja që sot të flisja për dy dështime që janë totalisht shumë të lidhura me njëra tjetrën. Ato formojnë në këndvështrimin tim tablon më të errët që ka pasur ndonjëherë kjo qeveri. E para është përdorimi i fondeve publike dhe e dyta është rënja totale e sigurisë son kibernetike. Dua ta nis me ato që doktori e paralajmëroi pak më parë në fjalimin e tij, me diellën. Praktikisht qeveria e Edi Ramës na prezantoi dhe na promovoi diellën si një software me inteligjencë shumë të lartë artificiale. Kjo ishte ministre e parë me inteligjencë artificiale në botë. PR-i ishte fantastik. Shqipërisë u bë një marketing shumë i mirë. Por sot unë do them një të vërtetë që nuk e kemi thënë vetëm ne ekspertët e teknologjisë, por tashmë po e thonë media ndërkombëtare, por po e thonë edhe investigator të pavarur. Një investigim i cili i dal rishtazi ka shpjeguar pas muajve të tërë investigimi për sa i përket diellës, ka shpjeguar dhe ka dalë në përfundimin që pra atë përfundim që neve praktikisht e kemi thënë për herë, që diella është thjesht një guack bosh, që pas saj nuk ka as tru, as të dhëna, as inteligjencë artificiale. Pra, praktikisht neve dhe të gjithë botës, pra ndërkombëtarëve, i është shitur një fasadë e madhe pas termit inteligjencë artificiale që neve sot e dëgjojmë në përditshmëri. Dhe ajo që unë dua t'i shpjegoj në një lloj forme edhe qytetarëve që po na dëgjojnë në këtë momente, është që inteligjenca artificiale në vetvete nuk do të thotë moral, sepse është duke u shitur sikur çdo sistem i krijuar me inteligjencë artificiale, praktikisht neve do na induktoj moralin, transparencën dhe do na zhduki korrupsionin. Dhe ky është rasti i Akshit. Pra, praktikisht Akshi, institucioni që ndërtoi diellën dhe që menaxhon të gjithë infrastrukturën digjitale shtetërore, u zbulua që është një grup i strukturuar kriminal. Dhe këtu është paradoksi. Praktikisht, ky grup i strukturuar kriminal është po i njëjti grup i cili do të programoj diellën. Pra, si mund të mendojmë që pas këtij grupi të strukturuar, pa moral, pa përgjegjësi, me vjedhje masive të tenderave, në momentin që do programojnë inteligjencë artificiale, pra diellën, do ta programojnë ato që të ketë transparencë, që të eliminojë korrupsionin dhe që ajo të ketë një moral në vetvete. Kemi të paktën 19 tendera në hetim, 60 milion euro të dyshuara, 2 kriminal kryesorë që janë akoma në arati, dhe paradoksi më i madh i kësaj historie është që
Diella u krijua pikërisht për të eliminuar korrupsionin në tendera dhe agjencia që e krijoi është ajo agjenci që po manipulon këto tendera të caktuara. 200 milion euro publike. Çfarë shifre? 200 milion euro publike. Dhe sot mua më lind pyetja, po besoj që jo vetëm mua, por edhe qytetarëve që na dëgjojnë. Pyetja për çfarë? Pra për çfarë janë shpenzuar 200 milion euro nga taksat e qytetarëve ndër vite? Gjoja në targetin e madh të digitalizimit të gjitha këtyre shërbimeve. Por ne pam që këto para vetëm digitalizim dhe inovacion nuk bën, dhe asnjë lloj shërbimi dhe asnjë lloj mirëmbajtjeje nuk bën, sepse po i shohim se si po bien të gjitha sistemet tona të sigurisë njëra pas tjetrës. Praktikisht ato sisteme që duhet ishin të sigurta për ne, pra sistemet që duhet na krijonin e sigurinë, unë mendoj që Shqipëria ka sistemet ndoshta më të pasigurta në botë. Arsyet e këtij dështimi në perspektivën time janë një, sistemet tona nuk kanë qendër operacionale funksionale 24/7. Të gjitha muret e sigurisë dhe antivirusët her pas here janë të çaktivizuara, pra nuk qëndrojnë gjithkohës të aktivizuara. Dhe ajo që ishte kundra çdo lloj mendimi të gjithë ekspertëve ishte Jellbenia. Pra praktikisht gjithçka u centralizua në Jellbenia. Dhe atë çfarë teknologjia duhet sjellin vetvete, nuk është centralizimi, por është decentralizimi. Dhe kjo qeveri tashmë në logon e inovacionit dhe teknologjisë është duke centralizuar çdo lloj sistemi në një, praktikisht në një shport. Dhe kjo ishte arsyeja që në momentin që ra një sistem, më pas efekti domino bën që të gjitha sistemet e tjera të pihen. Dua vetëm të ndalem dhe shumë pak në vitin 2022, kur sistemet tona u hakeruan në ato kohë nga një grup i strukturuar iranian. Nuk e di nëse shumë ka ju e kanë dëgjuar, por këta hakera kishin 14 muaj që shndronin në sistemet tona. Dhe kjo sjell dështimin, mua më jep dy përgjigje personalisht. Një e para, qeveria e dinte që këta hakera praktikisht kanë 14 muaj që janë pjesë e sistemeve tona, por e lejuan. Dhe përgjigjja e dytë pa skandaloze dhe e para është që të gjitha këto para që ne shpenzojmë për sigurinë kibernetike në vend, nuk bëkan dot të mundur identifikimin e hakerimit të këtyre sistemeve në më shumë se sa një vit. Ajo që më bën përshtypje është si nuk ka asnjë fjalë për llogaridhënie politike, dhe kjo duhet kërkuar si nga ekspertët dhe nga qytetarët, nuk ka kurrë asnjë sqarim për qytetarët, nuk ka kurrë asnjë garanci që dhënat tona janë të sigurta, dhe ju siguroj që të dhënat tona dhe dhënat e çdo qytetari shqiptar janë të gjitha në pazar, dhe pa e ditur se ku shkojnë këto të dhëna, kush i ka bler këto të dhëna, kush ka interesin për t'i marrë dhe për çfarë do t'i përdorë nesër këto të dhëna. Unë mendoj që një shtet që nuk di të mbrojë të dhënat e qytetarëve të tij nuk e meriton besimin e këtyre qytetarëve. Dhe ne sot kemi institucione që nuk e mbrojnë qytetarin, por po e shfrytëzojnë atë. Faleminderit. Kalojmë fjalën zotit Renal Rizata, ekspert të teknologjisë. Përshëndetje. Okej. Teknologjia e informacionit është bërë si fjalë trendi e kohës për shumë kohë, duke u keq përdorur në mënyrë masive. Unë do të thoja që ka qenë ideologji e ideuar, e menduar që më përpara që sektori teknologjisë informacionit të përdorej si një, do thoja si një shqer për të miel, për terma financiar. Deri më sot ne kemi vënë re që thjesht janë bërë tendera. Gjasme janë realizuar projekte, gjasme janë realizuar inteligjenca apo shërbime që kanë qenë të digitalizuara qysh në vitin 2013,
prezantojnë në vitin 2021, 2022 e 2024 si zhvillime teknologjike. Ju kujtoj që ne kemi realizuar pagesën elektronike në vitin 2012, sot e kësaj dite unë nuk dëgjoj të flitet për pagesën elektronike në sistemet qeveritare. Është shumë e rrallë. Diella është një mashtrim i madh, ose është vetëm diella. Këta kanë bërë një guack, po flas për pjesën e qeverisë propagandës, zhvillojnë një guack të madhe, në fasad duket sikur është një gjë e madhe, tenderojnë vlerat të frikshme për teknologjinë e informacionit. Ju kujtoj që një frazë e thjeshtë tek pjesa e hetimeve të spakut është kur këta diskutojnë në tavolinë, ta bëjmë 1 milion euro, jo ta vëm 2 milion euro, atëherë e vëm 4 përfundimi. Dhe kështu realizoheshin tenderat. Për të mbuluar këto shifra maramëndse, bënë një figurë, një fasad, thjesht sa për të dukur, por jo për të qenë realisht funksionale. Kjo ka qenë një metodologji e imponuar, apo i diktuar, e zbatuar nga krimi, i organizuar me që po rezulton nga hetimet e spakut, por ideatori, besoj unë, është më lartë, është ai që drejton. Se nuk mund të zhvillohen tendera, nuk mund të zhvillohen pseudo mekanizma me miliona euro pa pasur mbështetje, pa pasur dieni ai që drejton qeverinë. Unë besoj se teknologjia e informacionit, të flasim për siguri kibernetike, sot nuk ka siguri kibernetike. Këtë e them me bindje të plot, që nuk ka siguri kibernetike, nuk ka digitalizim, është në nivele mizerabël, nuk mund të konsiderohet qeverisje digitale kur ti nuk e qeverisje reale. Nuk mund të digitalizosh dhe të pretendosh mirë qeverisje dhe inteligjencë artificiale për të eliminuar manipulimet në tendera, kur tenderat qëllimisht manipulohen. Nga ata që i organizojnë, nga ata që i publikojnë dhe nga ata që përfitojnë lekët e këtyre tenderave. Unë besoj teknologjia e informacionit sot është në nivelet e mbijetesës, bëhen shërbime sa për të dukur, thjesht për të ndarë parat në mënyrë masive me njëri tjetrin. Faleminderit. Japim fjalën ish deputetit zoti Xhemal Gjungshi. Faleminderit. Mi mbrëma i nderuar kryetari i Partisë Demokratike, mi mbrëma të gjithëve të pranishëm këtu, dhe gjitha që na ndjekin nëpërmjet televizionit. Ajo që duhet të theksoj unë është që sigurisht jemi këtu për të parë dhe për të theksuar shkaqet e të shtimit të qeverisë Rama, dhe sigurisht duke dhënë dhe alternativat e opozitës për sigurinë dhe perëndin publik. Këtu është bërë një punë mjaft e lavdërueshme nga gjithë, qoftë nga drejtuesit e departamentit të sigurisë, nga gjithë kolegët, nga gjithë shokët pranishëm këtu. I nderuar doktor, siguria kombëtare dhe rendi publik janë themelet e një shteti funksional. Kur bie siguria, bie besimi i qytetarëve tek shteti, bie ekonomia, rritet emigracioni, fuqizohet krimi dhe dobësohet vetkombi. Shqipëria sot ndodhet përballë të një prej krizave më të rënda të sigurisë dhe rendit publik në 35 vitet e fundit. Qeveria e kriminalizuar e Edi Ramës nuk ndërtoi shtet ligjor, përkundrazi, ndërtoi një sistem të kapur nga korrupsioni, nga krimi organizuar dhe patronazhimi politik. Për këtë arsye, qytetarët sot jetojnë në një klimë pa siguri të parhershme. Unë nuk do të zgjatëm shumë sepse këtu tha por si u shkatrua siguria dhe rendi publik nëpërmjet kanabizimit të Shqipërisë. Për herë të parë në histori moderne të vendit, Shqipëria u kthye
siç u tha edhe më parë, në bazë kryesore të kultivimit të kanabisit në Europë. Zonat tëra territorit ranë në kontroll të grupeve kriminale, strukturat e shtetit heshtën ose bashkëpunuan. Ashtu siç e kam theksuar edhe më parë dhe gjatë mandatit si deputet në parlament, deti Adriatik u kthye në autostradën e trafikimit të drogës. Nëpërmjet ndihmës direkte, koordinimit përsosur të ministrës, ish-ministrës mbrojtjes, Mimodheli dhe strukturave tjera të policisë së shtetit. Por ajo që është dhe që bie akoma më shumë në sy, është që ndiqet e njëjta politik. Nuk ka as pak dhe as një reflektim në përsa i përket aspektit të emërimit dhe të vendosjes së personelit. E thash që kanalizimi nuk ishte thjesht një problem droge, ishte një projekt i mirëfillt kriminal që deformoi shtetin shqiptar. Dhe kjo ka qenë një alarm kombëtar. Oficerët të lartë policisë bashkëpunonin me trafikantë, strukturat e antidrogës ishin kompromituar, informacione operative dekonspiroheshin dhe grupet kriminale. Policia shumë raste u përdor për mbrojtjen e interesave kriminale dhe jo të qytetarëve. Kur policia e filtron krimin ose kontrollohet prej tij, shteti humbet monopolin e forcës ligjore. Grupet kriminale fituan ndikim të 3/3 në strukturat e rendit. Dhe çfarë solli kjo? Kjo solli shkatërimin e zinxhirit komandues, friksimin e efektive të profesionistë, përdorimin selektiv të ligjit dhe mbrojtjen e individëve me lidhje politike. Penetrimi i thellë i grupeve kriminale në polici dhe administratë. Krimi i organizuar nuk mbeti jashtë institucioneve. Ai deportoi brenda tyre. Sot grupet kriminale ndikojnë në tendra publik, në emërime administrative, në procese zgjedhore, në ekonominë informale, në trafikun ndërkombëtar të drogës, në pastrimin e parave dhe intimidimin e qytetarëve e biznesve. Shqipëria, pra siç u theksuar më parë, është ndëruar nga një vend tranzit në një nyje operacionale të krimit ndërkombëtar. Emergjenca politike dhe patronazhimi i polici. Policia e shtetit u kthye në instrument partie. Në shumë raste, patronazhistët politik u harrizuan në punësime dhe grada. Militantizmi politik zëvendësoi profesionalizmin, presionin dhe efektive u rrit, dhe policia u përdor për interesa elektorale. Gjë e cila është motoja e drejtimit të kësaj qeverie, e këtij kryeministri. Dhe kjo çfarë ka bërë? Kjo ka adoptuar rënd neutralitetin institucional, moralin e trupës policore, mbi gjitha besimin e qytetarëve. Largimi i paligjshëm i profesionistëve të policisë, qindra drejtues dhe specialistë me eksperiencë u larguan padrejtësisht nga puna. U zëvendësuan me individ pa integritet profesional. Dhe si përfundim, një pjesë shumë e mirë e tyre u detyruan të emigrojnë. Pasojat e kësaj është humbje e memorisë operacionale, dobësimi i kapaciteteve timore, rritje e korrupsionit brendshëm, ulje e efektivitetit. Sa i madh është ky dëm? Pasojat kryesore të kësaj qeverisje të pasigurisë, rritje e fuqisë ekonomike të krimit organizuar, pastrimi masiv i parave në ndërtim dhe ekonomi, rritje e trafikut ndërkombëtar të kokainës dhe heroinës, fuqizimi i bandave kriminale, rritje e vrasjeve mafioze dhe atentateve, friksimi i gazetarëve dhe denoncuesve, emigrimi masiv i të rinjve dhe profesionistëve, humbje besimit tek drejtësia dhe policia, rënja e bashkëpunimit qytetar me organet ligjzbatuese, dobësimi i sigurisë kombëtare, ekspozimi i Shqipërisë dhe ndikime kriminale dhe të huaja armiqësore. Pse ndodhi kjo? Kjo ndodhi për shkak se shteti u kap politikisht. Krimi u përdor si instrument pushteti, u shkatrua meritokracia, u sulmuan profesionistët, u tolerua korrupsioni dhe institucionet e kthyen në veglat e një partie. Kur pushteti bashkëton me krimin, siguria e qytetarëve bëhet viktima e parë. Sigurisht që për gjitha këto ka dikush që mban përgjegjësi. Kush mban përgjegjësi? Përgjegjësia është politike, është institucionale, është morale dhe mbi gjitha kombëtare. Përgjegjësia bie mbi drejtuesit politik që lejon kapjen e shtetit, drejtuesit e policisë që heshtën, zyrtarët e korruptuar dhe ata që përdoren policinë për pushtet e jo për ligjin. Cila është alternativa e opozitës për sigurinë dhe rendin publik? Të gjitha këto që u thanë këtu, të gjitha këto që janë përgatitur, sigurisht dhe puna që do të vijojë edhe në të ardhmen, është ajo që Partia Demokratike mbi gjitha do të ketë një alternativë prezente për qytetarët në lidhje me sigurinë dhe rendin publik. Ajo do të ndërtojë një platformë të qartë në lidhje me dekriminalizimin real të institucioneve, me një vetim real polici, hetimin lidhje me krimin
konfiskimin e pasurive kriminale, rikthimin e profesionalistëve, rikthimi i oficerëve të larguar padrejtisht, promovim mbi bazë meritokracie, debolizim total i policisë shtetit, të cilat unë gjykoj dhe mendoj që dhe sugjeroj nderuar zot kryetar që debolizimi i policisë është një nga kushtet kryesore që të ketë rend, që të ketë siguri në këtë vend. Lufta agresive kundër krimit të organizuar, goditje e financave kriminale, partneritet me DEA, FBI-n, Europol dhe Interpol, strukturë speciale, siç u tha, kundër krimit, kundër infiltrimit kriminal. Siguri për qytetarët, rritje e prezencës policore, teknologji moderne survejimit, luftë kundër armbajtjes paleje, mbrojtje për bizneset dhe komunitetet. Siguri kombëtare moderne, forcimi i inteligjencës kombëtare, luftë kundër sulmeve kibernetike, strategji kundër ekstremizmit dhe terrorizmit, bashkëpunim më i thellë me NATO-n. Si përfundim, mendoj se Shqipëria nuk mund ndërtojë demokraci me polici të kapur, me krim të organizuar, të fuqizuar dhe me institucione të kontrolluara politikisht. Siguria nuk është propagandë, siguria është shtet, siguria është ligj, siguria është drejtësi, siguria është besimi i qytetarëve tek institucionet. Dhe pa rikthyer këtë besim nuk mund të ketë as zhvillim ekonomik, as integrim evropian, as të ardhme për shqiptarët. Ju faleminderit për vëmendjen, falso dhe u zgjata pak. Diskutantët e fundit, zoti Rakaj, nga departamenti i Brendshëm. Gjohem, me mërama gjithve, përshëndetje doktor Berisha, përshëndetje kryetar departamentit dhe gjithë antarëve që janë pjesë e kësaj treze trumbullak, gjithë qytetarëve që po na ndjekin. Unë jam Roli Rakaj, pjesë e departamentit Brain Gain. Sapo kam përfunduar studimet në nivelit master në Rowan University për Cyber Security në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kemi konkluduar një analizë dhe raport studimor si departament për sa i përket sigurisë kibernetike në Shqipëri, për sa i përket sulmeve, dobësimeve institucionale dhe rrugës drejt standardeve europiane që ne sot synojmë drejt Bashkimit Evropian. Kisha parashikuar që gjatë fjalës time të flisja për kronologjinë e sulmeve kibernetike që shteti jonë ka pësuar këto vite. Sigurisht që do të filloja me sulmin e vitit 2022 që edhe u lartë përmend. Mirë po, një pyetje më kisha vetëm për gjithë antarët tonë kush po na ndjekin. Siç u thalla më përpara, nga përsërisha e Fakultetit të Teknologjisë të Informacionit. Normal do ishim në një korrelacion nga një ish student i Fakultetit të Teknologjisë të Informacionit dje, që për 14 muaj në databazë dhe shteti shqiptar kishim malware, po bënte disk wiping, çdo gjë po fshinte dhe po përdorte gjatë gjithë këtyre 14 muajve më tepër. Emailët zyrtare, emailët emailët geopolitike shtetit shqiptar me shtetet e tjera, informacioni personal identifiable information i shqiptarëve po hidhen treg edhe hidhen në periudha të caktuara ndryshme periodike, sa që u bë si serial Netflixit. Në qoftë se për 14 muaj brenda këtyre databazave kishim virus, kishim disk wiping, edhe askush nuk e vuri re, askush nuk kishte një ndodhi nga Akshi ose AKSK-ja, megjithëse AKSK-ja u krijua pastaj, që të merren masa, në qoftë se ne marrim një analogji, e them se jemi të punësuar, kemi një biznes privat, supermarket ushqimor, pak rëndësi ka, e kemi me kamera, kemi punëtor, kemi roje, edhe kemi një hajdut periodik që na vjedh produktet personale, produktet e biznesit ditë për ditë, derisa në fund mund vjedhen edhe gjysmën e gjithë produkteve që kemi, ne nuk e vëmë re. Ne që kemi vetë biznesin, nuk na vjen keq fare, s'na intereson fare për produktet tona, s'na intereson fare për biznesin ton. Kjo ndodhi me databazën e Shqipërisë, dhe jo vetëm. Do të vazhdojmë me valën e dytë e sulmeve të shtatorit pra vitit 2022, sulmit ndaj statit në vitin 2024, sulmit ndaj Bashkisë Tiranë qershor vitit 2025, dhe pastaj vim gjatë këtij vitit, sulmi ndaj Kuvendit të Shqipërisë dhe postës shqiptare. Ama unë doja të ndalesha tek komplementimin në sektorin privat sot që flasim. Nuk është bërë publike fare, mirë po nëse ndjekim Let Wallin këtu, ne e vëmë re që fatkeqësisht Vodafone Albania, databaza e Cisco së tyre është komprometuar dhe është nxjerrë përshitje, jo, screenshotin e para këtu. Dhe është nxjerrë përshitje në breach forums në dark web. Vodafone Albania është highlighted me të verdh,
kemi edhe kompani tjera dhe gjithë të datat që janë marrë nga Vodafone Albania dhe të tjera, sigurisht në anë e manë botës, janë qitura për $210,000. Sa nga ne kanë numrin Vodafone. Njëta gjë ka ndodhur fakt edhe me kompaninë tjetër One Albania. Nuk e kisha normalisht informacionin dark web. Këtu çka nuk gjendet, them drejtën për informacionin tonë. Mirë po, thjesht duhet ndalça të përmasha si rast. Në të njëjtën periudhë kur Vodafone Albania ka hakerim, në njëjtën periudhë shqiptarët marrin këto mesazhe. Është pothuajse si njëjti domain ose numri oficial i Vodafonit, edhe i kujtojnë miqësisht që pikët e tyre gjatë sistemit pikëzimit që ato marrin dhurata janë duke skaduar, klikoni linkun dhe gjithë e dim se çfarë ndodh pas klikimit atij linkut. Them drejtën, unë jam fatkeqësisht jemi me fat që në Shqipëri akoma nuk kemi përdorimin shumë të madh të kartave të kreditit, sepse me këtë siguri që kemi, unë nuk e di a do ishim të mundur që ne t'i përdorishim të karta kreditit kudo anë mban botës. Shumë vështirë. Po çfarë bani shteti shqiptar, çfarë ndodhish morë, çfarë masash mori pas gjithë këtyre hakerimeve që ndodhen. Gjykata, prokurori, institucionet përkatëse, për mendimin tim shumë pak. Nuk duhet të them zero që mos jem fatalist, ama shumë pak. Fatmirësisht që kjo Partia Demokratike shumë e keqe që gjatë qeverisë e saj kemi antarësimin NATO, nga kjo marrëveshje që kemi bilaterale dhe jo vetëm, ishte gjykata federale e distriktit të Maryland, i cila mbyll 4 domene, Homeland Justice, Justice Homeland, Handle a Hack edhe Karma Below, të cilat gjitha janë e njëjta njësi, që del nga Ministria Iraniane e Inteligjencës dhe Sigurisë. Për ta mbyllur se si mund përmirësohemi, se si mund krijojmë diçka më tepër, si mund të afrohemi, pavarësisht se duket shumë shpresplota shumë pak, nuk mund të jemi shpresplot, gjithsesi disa hapa të nevojshëm, se si kemi disa rekomandime strategjike për këtë, do të ishin një detyrim ligjor i njoftimit publik për operatorët privat, nga komisioneri i posaçëm ose AKSK-ja, auditimet jashtme për kompanitë private që përpunojnë dhënat tona personale, sqarimi i statuseve që ishin aty dhe jo vetëm, edhe sigurisht gjithmonë problemi më i madh është transparenca në cyber security, nëse ti ke një hakerim, ti ke kohë 72 orë brenda Bashkimit Evropian që ti ta bësh të transparente, të njoftosh klientat edhe institucionet përkatëse. E dim që s'ndodhi, nuk ka ndodhur, ka kohë, paktën shpresojmë që për të ardhmen, se dia do vlej kjo tërheqës, por paktën minimalisht ta kemi të tërheqës që të vlejet, kemi përmirësim. E dhënat e shqiptarëve të ruhen. Faleminderit shumë. Dua të jap fjalën zotit Emri Bata, drejtues i lartë ish drejtues i lartë i Policisë së Shtetit. Roma, përshëndetje gjithëve. I nderuar profesor doktor Sali Berisha, nderuar organizator, nderuar pjesëmarrës, ekspert sigurisë në fusha të ndryshme, si të kibernetikës, por edhe të rendit dhe sigurisë publike. Ndjehemi privilegjuar që jam në një tërheqës të tillë për të diskutuar, për të analizuar, por më shumë për të informuar publikun mbi problematika që ka rendi dhe siguria në Shqipëri aktualisht. Por nga ana tjetër, ndjehem i keqardhur, ndjehem i trishtuar që sot në këtë vit, në 2026, ne sjellim ato problematika që një qytetar perëndimor nuk mund t'i imagjinojë që ndodhin. Nuk mund ta imagjinojë një qytetar europian apo perëndimor kudo qoftë, se ka vend në botë që vetë administrata shtetërore, punojnësit të administratës shtetërore, vendosin gjoba, kryen pengmarrje, detyrojnë biznesmen që të tërhiqen nga tenderimet. Kjo ka ndodhur në Shqipëri dhe po ndodh. Nuk ka qytetar europian që mund ta imagjinojë që mund të aksidentohen 2 fëmijë për vdekje në
oborrin e pallatet ku ai banon. Nuk ka qytetar europian që mund të imagjinoj se persona që marrin rrogën nga shteti, nga taksat tona, bëjnë punën e një sigurimsi, jo patronazhisti, po sigurimsi, për një subjekt politik, duke paguar nga shteti, është më keq nga subjekti politik që është në pushtet, që janë patronazhistët. Nuk mund të ketë qytetar europian që mund të mendoj se ka vend në botë që administrata tatimore shkon në një biznes të ndershëm, vendos gjoba, njësoj sikur të jenë pegmarrës me armë, por këta janë të zbuluar. Të gjitha këto që thash më sipër. Pse kemi arritur në këtë drejgje? Pse ka arritur Shqipëria në këtë grad? Ka arritur sepse kryesorja është kriminalizimi i politikës. Së dyti, vjen politizimi i strukturave dhe organeve legislatuese, kryesisht policisë shtetit. Politika e përdor sot institucion organizatën e policisë si një kamzhik për të kryer qëllimet e saj, dhe jo për të kryer misionin fisnik të saj që ka, për të prodhuar siguri, për të ruajtur rendin dhe sigurinë publike, për të ruajtur jetën e qytetarëve, për të vendosur para drejtësisë autorët e krimeve, për të dokumentuar ngjarjet dhe për të parandaluar krimin. Ky është misioni fisnik i policisë shtetit, të cilin ka kohë, ka vite, ka një dekadë që e ka humbur këtë mision. Arsyeja tjetër është ngarkesa e policisë shtetit me vepra penale të cilat nuk janë punë e saj. Kjo është e qëllimshme vetëm për të humbur objektivin e saj, për t'ju dhënë rrugë të lirë bandave kriminale, krimit dhe krimit organizuar. Detyrojnë policinë që të merret me peshkim të paligjshëm, puna peshkim të paligjshëm. Detyrojnë policinë që të shkojë dhe të luftojë gjuetinë e paligjshme. Detyrojnë policinë që të merret me lidhjet e paligjshme të korrentit, të energjisë. Detyrojnë policinë që të shkojë dhe të merret me lidhjet e paligjshme të ujësjelljes. Ndërkohë që ky shtet, kjo qeveri, paguan dhjetra dhe mijëra persona si rojtar të pyllit, si rojtar të territorit, dhe nuk është punë e policisë, por e ngarkojnë policinë që të mos ketë kohë që të merret me krimin. E fundit, nëse, cila është zgjidhja, nëse politika dekriminalizohet, nëse policia depolitizohet, jemi në kushte të emergjencës kombëtare dhe organizata e policisë duhet të jetë më shumë se sa është në ligj, por duhet të jetë edhe organ kushtetues, sepse jemi emergjencë kombëtare, duke ushtruar trysni politika, duke ushtruar trysni aq më keq se në kushtet që jemi sot, ushtron trysni, vendos, zhvesh, transferon, i heq nga puna krimi organizuar oficerët ose drejtues e policisë, është emergjencë kombëtare që të kalojë organ kushtetues. Jo pa qëllim ne shikojmë që drejtorët e përgjithshëm hiqen çdo 2 vjet, sepse i vendos krimin organizuar, sepse prishën pazaret, sepse prishën interesat e këtyre underground, e këtyre personave të cilat janë përfaqësues të krimit organizuar. Nëse çlirohet policia e shtetit nga këto vepra penale të cilat i thash më përpara, nëse dekriminalizohet politika, nëse depolitizohet edhe policia, të jeni të bindur, të jenë bindur gjithë shqiptarët që policia e bën punën e saj më së miri. Është kjo trup policore që është sot, që është përballur me bandat nga viti 2005-2009 dhe ka vendosur para drejtësisë të gjithë autorët e krimeve makabër që kishin bërë përpara viteve 2005, ku kishin arritur dhe në mes të lushnjës të loznin futboll me koka njerëzish. Kjo policia është ajo që e vendosi rendin. Kjo trup policore është, por inkriminimi i drejtuesve, inkriminimi i politikës dhe shantazhi i policisë
Është i vetmi vend në botë ku ndalon protestën e ligjshme. Policia e shtetit ndalon protestën e ligjshme, pengon. Jemi dakord, duhet mbrojtë institucioni, po jetë dash të bllokosh rrugën, siç ndodhi rastin e fundit. Ai është pengimi i protestës. Jemi vetëm një vend në botë që paguajmë për të njëjtin funksion, drejtor të përgjithshëm policisë shtetit 2 persona. Në Shqipëri ndodh. Për çfarë? Për tekat e 2 bazhanakëve, kryeministët dhe ministrit e brendshëm. Këto duhet hetohen. Duke e përfunduar, sepse dhe jemi zgjatur, kam shumë shpresë dhe besim që duke depolitizuar policinë, duke çliruar policinë nga gjithë këto që thash më lart, Shqipëria bëhet në drejtimin e Partisë Demokratike. Faleminderit. Edhe diskutanti i fundit, zoti Marian Geci nga Brain Gain. Mirëmbrëma gjithëve. Përshëndetje zoti Berisha, unë jam Marian Geci nga departamenti i Brain Gain. Besoj që të gjithë jam dakord që në Shqipëri nuk ka siguri juridike, nuk ka siguri fiskale, nuk ka siguri arsimore, shëndetësore dhe për ditë më shumë po cënohet edhe siguria për jetën. Pra mungesa e sigurisë është shumë planshë. Jemi kthyer për vitesh tashmë në një vend ku qytetari nuk e di nëse ligji e mbron, nëse prona i respektohet, nëse taksat janë të parashikueshme, nëse fëmia merr arsim të denjë apo në spital i përgjigjet ditën më të vështirë. Doja të ndalesha një moment dhe te siguria e pronës. Në Shqipëri ka ndodhur që familje të tëra të nxjerrin jashtë nga shtëpitë e tyre në mes natës, me forcë, me dhunë, me sjellje shtetërore sikur po sulmohej nga Taliban, e pa pyetur nëse përballë ishin qytetar, fëmijë, gra, të moshuar dhe familje shqiptare në banesat e tyre. Ky nuk është zbatim normal i ligjit. Ky është poshtrim publik i qytetarit dhe është shenjë një shteti që kur duhet të mbroj pronën hesht, ndërsa kur duhet të godas të pambrojturin, shfaqet me gjithë forcën e tij. Një shtet që mbush burgjet, por nuk godet pasurinë kriminale, nuk e ka luftuar krimin. Nëse në portin e Durrësit prej vitesh nuk kapet asnjë gram kokainë, ndërkohë që raporti i Departamentit të Shtetit na qua një korridor trafikimi, do të thotë që siguria dhe vetë shteti ka rënë. Një vend publik që nuk dallon qartë mes dhunës, protestës dhe lirisë së manifestimit nuk prodhon siguri, por frikë. Dhe fatkeqësisht ky është realiteti në vend. Nga ana tjetër, thelbësore është besimi. Qytetari duhet të ketë siguri të shkojë te policia para se të heshtë, të denoncoj para se të vetmbrohet, të bashkëpunoj para se të izolohet. Sot nuk ka besim qytetarit e shteti, të institucionet. Shqipëria ka nevojë për një model tjetër sigurie. Së pari një model ku policia dhe organet e rendit maten me rezultate reale, parandalimi, besimi publik, zgjedhja denoncimesh, sekuestrimi i pasurish kriminale, ndërprerja kanalesh financimi dhe jo thjesht me numrin e aksioneve. Modele si Comstat në qytetet amerikane tregojnë se policia mund të drejtojë përmes të dhënave, hartizimit të krimit, përgjegjësisë të drejtuesve lokal dhe reagimit të shpejt aty ku problemi lind, jo vetëm aty ku shpërthen. Kjo natyrisht kërkon një politik dhe një qeveri tjetër, sepse jo më larg se para një muaji deputeti Klevic Balliu në emër të Partisë Demokratike prezantoi në parlament një projekt ligj për të përdorur asetet e konfiskuara nga krimi për të ndihmuar çiftet e reja, familjet e viktimave, siç e kërkon dhe Bashkimi Evropian, por majoranca socialiste e rrëzoi. Së dyti, lufta ndaj krimit të organizuar duhet të ndjek parimin që Italia përdori kundër mafias, jo vetëm arrestimin e njerëzve, por goditjen e pasurisë, rrjeteve, financimin dhe aftësisë së krimit për të riprodhuar në ekonomi, në ndërtim, në tendera lokale, porte dhe politik. Krimi nuk mposhtet duke prerë një deg, mposhtet duke i prerë parat, mbrojtjen dhe oksigjenin institucional. Shteti duhet të shkojë tek origjina e krimit, te varfëria, mungesa drejtësisë, vegjësia, modeli ekonomik që e bën të paligjshëm më fitimprurës se punën e ndershme dhe kapja institucioneve që e bën qytetarin të ndihet i braktisur.
Siguria nuk është vetëm çështje uniforme, është çështje shteti, drejtësie, ekonomie dhe besimi. Partia Demokratike ka treguar se e ka vullnetin për ta luftuar krimin, e ka bërë dhe më parë e do ta bëjë sërish. Shumë faleminderit. Faleminderit të gjithëve. Unë do të mbyll duke u përgjigjur pyetjes se çfarë do bëj Partia Demokratike. Partia Demokratike do bëj atë që ka bërë në 92-shin dhe atë që ka bërë në 2005 dhe atë që ditë bëj më mirë. Të pastroj pisllikun e lënë nga Partia Socialiste. Faleminderit.